Reagon Olsi Bylyku pasi Jozi goditi gjestin. Kjo ishte shpull mediatike. Pas incidentit të rënd të ndodhur gjatë spektaklit të Big Brother Albania, ku Jozi goditi fizikisht gjestin dhe u përjashtua me njërë nga formati, nuk kanë munguar reagimet e figurave publike. Një ndërto është edhe aktori Olsi Bylyku, i cili dikur ka qenë pjesë e këtij programi. Reagimi i tij, edhe pse u fshi pak më pas, u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe përmbante kritika tash prandaj menaxhimit programit nga ana e Top Channel. Kjo është ajo loja që ju ofrohet si loj nga televizioni që ju aq shumë e doni, shkroi Bylyku, duke shprehur zhgënjim dhe neveri për atë që ndodhi live para një publiku të gjerë. Ai e përshkruan incidentin si një shpull mediatike për publikun, duke theksuar se dhuna nuk është thjesht një devijim i momentit, por pasojë një klime të ushqyer qëllimisht për të rritur shikueshmërinë. Olsi theksoi se fajtorët nuk janë konkurrentët, por ata që drejtojnë prapa skenën. Nuk është fajtor as një aktor, miq, është regjizori kësaj shfaqjeje. Ky reagim pasqyron qëndrimin kritik që Bylyku ka mbajtur më herët ndaj formatit, të cilin e kishte braktisur dhe deklaruar se nuk përputhej me parimet e tij personale dhe profesionale. Në fund ai u bën thirrje shikuesve për reflektim. Hiqni dorë nga mendimi që gjithçka është zbavitje. Çdo gjë është e vërtetë.